Gjithçka u bë gati. Si rrallëherë, një takim po mbahej në një vend jo fort të zakont. Kjo pasi këtë të shtunë, Kosova e Maqedonia e Veriut u bën edhe me një pikë të përbashkët kufitare, Hani Elezit Blac. I pari që erdhi ishte kryeministri i shtetit fqinj, Hristijan Mickoski. Nuk vonoi shumë aty u pa edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti. Pasi zgjatën dorën njëri tjetrit, dyshja u nisën për të zënë vendet e tyre. Me të marrë fjalën, Kurti tha se ky pikëkalim do mundësoj qytetarëve lëvizje më të shpejtë. Tani e tutje, qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrje të shtetit pritës, ndërkaq të dhënat do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. Vetëm gjatë vitit 2024, mbi 5 milion qytetarë kaluan në 3 pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo shifër dëshmon për lidhjet mes njerëzve tonë, por edhe për nevojën për lëvizje të lirë e të shpejtë si të qytetarëve ashtu edhe të mallrave. Që kufiri nuk duhet të jetë një mur, por një ur lidhëse mes të dyja vendeve, e tha Mickoski. Kufiri mund dhe duhet të jetë një ur e përbashkët që lidh njerëzit, idetë dhe mundësitë, ur përmes së cilës flasim dhe dëshmojmë për besim, bashkëpunim, shkëmbim ekonomik, zhvillim të kulturës dhe turizmit. Derisa zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Megjiti, tha se tani po fillon një histori e re bashkëpunimi. Sot me inaugurimin e të ashtuquarit One Stop Shop, sistem të menaxhimit të kufirit, ne po shënojmë një moment të rëndësishëm për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Hap të rëndësishëm për të dyja vendet, e quajtën edhe 2 ministrat e punëve të brendshme të dyja shteteve. Takimi ynë i përbashkët sot këtu shënon një hap të rëndësishëm bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, me një rezultat konkret që kontribon në lehtësimin e qarkullimit kufitar. Qëllimi është i qartë, kalim më i lehtë, më i sigurt dhe më i shpejt i kufive për udhëtarët. Kjo do të thotë një kontroll në vend të 2 kontrollave, pritje më të shkurtra, një eksperiencë më e mirë. E krejt në fund, për të përuruar këtë pikëkalim, të gjithë bashkë kaluan në këmbë kufirin. Ceremonia përfundoi me një shkëmbim duarsh e përqafim mes Kurtit e Mickoskit. Hapja e pikëkalimit të përbashkët vjen pas një takimi mes 2 qeverive nëntorin e kaluar në Prishtinë. Kosova i ka 3 pika zyrtare kufitare me Maqedoninë e Veriut, ndërsa kontrolli i përbashkët kufitar do të vlejë në 2 prej tyre, përfshirat Globoqic, Yazhinc. Mbledhja e 2 qeverive ka qenë nëntor, ju po e shihni sa